çdo puni përket njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju agjeron, le t'i lërë marrëdhëniet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, le të thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti i Muhammedit, era e gojës së agjeruesit me siguri është më e këndshme te Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij. Lumet na kush po na vjen, dhe shumë të mira po na vjen, kush imonin po na shton, Ramazan o fatio. Kush imonin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mollin ka marr, në akşam me boj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mollin ka marr, në akşam me boj iftar. Lumaj që ta din t'i vlerën, për gjennet e ka qelderën, veprat mira kur sa të mun, shumë thirë Zotin na i pagun. Veprat mira kur sa të mun, shumë thirë Zotin na i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mollin ka marr, në akşam me boj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mollin ka marr, në akşam me boj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes veten afron, ak si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan.